Po siç po e thoja, pra janë rreth 2000 efektiv të policisë, të cilët janë angazhuar ditën e sotme dhe do të jenë në gatishmëri të plotë deri në përfundim të ndeshjes ditën e sotme pra me Serbinë dhe deri në shpërndarjen e fundit të tifozëve. Gjatë vëshimit në terren e kemi parë edhe kreun e FSHF-s Armand Duka që ka qenë vetë duke inspektuar edhe sa i përket mbarvajtjes së masave të sigurisë. Sigurisht kanë qenë efektivët e forcave të ndërhyrjes së shpejtë, efektivët shqiponja dhe forcat e rendit, por gjithashtu në terren kemi parë edhe vetë zëvendësdrejtorin për rendin në policinë e Tiranës Idris Daullën, i cili ka qenë edhe vetë prezent për sa i përket mbarvajtjes së kësaj ndeshje ku janë të paktën rreth 2000 efektiv, përfshirë edhe repartin Renea, repartin special, por edhe forcat antiterrori që do të jenë brenda dhe jashtë stadiumit për të siguruar që mos shënohet asnjë incident. Brenda stadiumit janë instaluar sigurisht kamera me rezolucion të lartë për përfshirjen e personave në akte dhune apo ngjarje të tjera të palejueshme brenda stadiumit, por edhe me pushkët antidron të cilët do të jenë në 4 anët e stadiumit në mënyrë që të mos ketë edhe ndërhyrjen e dronëve apo nga ajri, siç kemi parë në ndeshje të mëparshme. Për sa i përket bllokimit të rrugëve, do të nisë rreth orës 15 bllokimi total të paktën për automjetet dhe motomjetet që nuk do të lejohen të lëvizin për rreth stadiumit. Janë kryesisht bulevardi Dëshmorët e Kombit që të sjell pra bulevardi kryesor për tek sheshi Nën Tereza, do të jenë të gjitha rrugët për sa i përket rreth e qark stadiumit, rruga Papa Gjon Pali, Dervish Hima, Asim Zeneli, Gjergj Filipi, Lek Dugagjini apo dhe tek sheshi përballë Gardës së Republikës dhe pikërisht aty do të kemi një bllokim thuajse total të lëvizjes së automjeteve, vetët që automjetet që do të lejohen apo motomjetet do të jenë të federatës apo edhe për shërbimin brenda stadiumit, ndërsa do të jetë si duket i gjithë ky shesh për lëvizjen e tifozëve. Rreth stadiumit janë sigurisht efektivet e policisë, por kanë krijuar edhe një gardh metalik duke krijuar disa hyrje për në stadium në mënyrë që të shmangen radhët apo në mënyrë që të shmangen incidente, ndërsa policia ka bërë thirrje që të mos marrin asnjë banderol me thirrje raciste, asnjë fishek zjarr, asnjë send të fortë dhe kontrollet do të jenë pra të paktën 3 breza kontrolli, një nga stuartët, një nga forcat e rendit dhe kontrolli i fundit tret i sigurisë si duket do të jetë me skaner, me pajisjet e policisë për sa i përket sendeve metalike apo sendeve të tjera që do të jenë pozicionuar brenda stadiumit. Duhet të theksoj se mëngjesin e sotëm, por edhe në orët në vijim do të ribëhet edhe një kontroll nga ana e sektorit antiterrorit, por edhe nga forcat e Renea antieksploziv brenda stadiumit për gjatë gjithë shkallëve të stadiumit, pasi edhe mëngjesin e sotëm është rikthyer dhe ribër një kontroll dhe do të vijojë ky rikontroll brenda stadiumit në mënyrë që mos të ketë sende të palejueshme, sende piroteknike dhe tashmë si duket policia vijon me këto masa sigurie pavarësisht se situata duket e qetë deri në këtë moment. Ervin, të falenderoj për raportimin.